Ka nisur seanca e radhës në gjykatën e posaçme për dosjen Plumbi Art. Në seancën e sotme po dëgjohet dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej, i cili akuzohet për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, vëllezërve Besmire Viktor Axhia si edhe Emiliano Ramazani dhe Riger Sërunaj. I njohur edhe me Novkën Krymi, Alibej nisi të fliste për njohjen me Dumanin për herë të parë në vitin 2020, teksa tema e parë e bisedës ishin dyshimet se Nuredini dhe vllai i tij kishin marrë pjesë në atentatin e Bradasheshit ku Erionit ju vraj vllai, daja dhe një mik turk. Alibej u shpreh në gjykatën e posaçme se vetë Dumani kishte kërkuar që ta takonte në vitin 2020. Mëtej Alibej deklaroi se kishte hedhur fjalë që për ta loçelën i jepte 100.000 euro për ta vrarë dhe për t'ia sjellë të gjallë paguante 200.000 euro. Ai ka shtuar se ka dërguar një automjet të tipit S-Class i zi që e ka marrë Nuredin Dumanin për ta sjellë në takim. Ai gjithashtu shpjegoi kërkimet që bëri për Dumanin para se ta takonte. Në nisje të seancës foli edhe i pandeuri Petrit Qoli, i cili pretendoi edhe një herë pafajësinë duke sulmuar Dumanin për dëshminë e dhënë. Kam 3 vjet në burg pa parë mbesat e mia. E nderuar gjykat, më mirë 10 Nuredin Duman në Dubai se një i pafajshëm në burg, u shpreh ai mes të tjerash. Dëshmia e Dumanit 3 vite më parë zbërtheu të paktën 8 organizata kriminale në dosjen Plumbi Art, me të paktën 32 të akuzuar, pjesa më e madhe të arrestuar dhe disa prej krerëve të grupeve ende në arrati të fshehur në Dubai apo pa gjurmë. Dumani ka rrëfyer për aktivitetin kriminal me pagesë dhe porosit që merrte nga platformat e koduara si SkyECC, Matrix apo BQ, duke zbardhur edhe 3 fjalkalimet që përdorte, të cilat ja ka vënë në dispozicion SPAK për të dekriptuar bisedat, fotot, filmimet që tashmë janë edhe si prova materiale në proces. Dumani ka rrëfyer njohjet dhe bashkëpunimin me Suel Çelën, mikur e kthyer në armik të Loçela, porosit nga Erion Alibej si dhe të organizatave të tjera, ndërkohë që pritet të nisë për herë të parë edhe dëshmia e bashkëpunëtorit tjetër të drejtësisë Erion Alibej, i cili akuzohet se për të marrë hakun e vllait të vrarë më 2018 në një atentat në Bradashesh të Elbasanit bashkë me dajën dhe një mik turk të familjes porositi disa atentate.